Apeli i Gjykokos ka rrëzuar kërkesën e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj për të shpallur të pavlefshme veprimet hetimore të kryera nga SPAK. Apeli ka lënë në fuqi vendimin e datës 1 shtator të shkallës së parë. Veliaj përballet në gjykat me 5 akuza të rënda: korrupsion, pastrim parash, fshehje pasurie, shpërdorim detyre, si dhe futje e sendeve të ndaluara në qeli. Sipas SPAK, Veliaj akuzohet për korrupsion pasiv në 9 raste, në marrëdhënie me disa kompani që në këmbim të përfitimeve të parregulla në para dhe pasuri të paluajtshme kanë përfituar leje ndërtimi apo fonde publike nga Bashkia e Tiranës. Edhe bashkëshortja e tij, Ajola Zoza, përballet me akuza për korrupsion pasiv në 9 raste, gjithashtu në lidhje me subjekte tregtare dhe organizata jo fitimprurse. Ai akuzohet ashtu për pastrim parash, mosdeklarim pasurie dhe fshehje të ardhurave. Bushka akuzohet për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Një tjetër i pandehur është Fation Baci, gardiani i burgut të Durrësit, i cili akuzohet se i dha telefonin celular Veliaj gjatë transferimit nga qelia në gjykat në 2 raste të veçanta. Veliaj u shkarkua nga posti i kryetarit të Bashkisë së Tiranës me 25 shtator, me vendim të Këshillit të Ministrave me argumentin se nuk ishte paraqitur në detyrë për më shumë se 3 muaj, që nga arrestimi më 10 shkurt. Por Veliaj depozitoi ankimim në kushtetuese, kërkesa e cila pezullon shkarkimin e tij dhe bllokon zgjedhjet e parakohshme në Tiranë, deri kur të shprehet gjykata më e lartë në vend.